Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë, skena politike brenda komunitetit serb po hyn në një fazë të re riorganizimi. Një grup partish dhe iniciativash qytetare serbe kanë vendosur të garojnë së bashku me listën Bashk Fitojmë. Ata synojnë të krijojnë një alternativë politike ndaj dominimit të drejtanishëm të listës serbe dhe ndikimit të drejtpërdrejtë të Beogradit zyrtar. Koalicioni përbëhet nga 6 subjekte politike dhe qytetare, të cilat deklarojnë se synojnë të përfaqësojnë interesat reale të serbëve në Kosovë dhe të sjellin një qasje më të pavarur nga qendrat tradicionale të ndikimit politik, si Prishtina dhe Beogradi. Zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit konsiderohen një test i rëndësishëm për këtë blok opozitar, i cili do të tentojë të sigurojë një pjesë të 10 ulseve të garantuara për komunitetin serb në Kuvendin e Kosovës. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të 28 dhjetorit, lista serbe fitoi 9 mandate, ndërsa një mandat i u takua Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë të Nenad Drashiqit, i cili vazhdon të shihet si një partner i afërt i qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti. Rashiq ka mbajtur për 2 mandate postin e ministrit për komunitete dhe kthim. Subjektet që tashmë janë bashkuar në listën Bashk Fitojmë janë Lëvizja Popullore Serbe, Demokracia Serbe, Aleanca e Kosovës, Fytyra e Re, si dhe iniciativat qytetare Veriu për të gjithë dhe Rënjët. Këto subjekte pretendojnë se qytetarët serb ka nevojë për një përfaqësim autentik dhe më afër problemeve të përditshme. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike mbeten skeptik nëse lista e re mund të rrezikojë realisht epërsinë e listës serbe, e cila vazhdon të ketë mbështetje të fuqishme politike, financiare dhe institucionale nga Serbia. Në vitet e fundit, proceset zgjedhore në Kosovë janë shoqëruar shpesh me akuza për ndikim politik dhe përdorim të burimeve shtetërore për sigurimin e votave. Lista serbe është përballur vazhdimisht me akuza për ndikim përmes punësimeve dhe ndihmave financiare nga Serbia, ndërsa Nenad Drashiq është kritikuar nga kundërshtarët për afërsinë me qeverinë e Kosovës dhe mbështetjen institucionale që gëzon.